jo i zyrtarëve të IT-s, por informacioneve që ka nisë në një platformë që ka në ChatGPT. Që nuk dihet se kush e ka përpilu, nuk ka nënshkrim të askuj, nuk ka emër të askuj, të sigurohet nga e paditërat. Procedurali i mbledhjes së bordit RTK-s. Lajmi i Remi publikuar nga Radio Televizioni i Kosovës për Gazetën Nacionale ka bërë që palët e ballafaqohen përsëri në gjykatën e Prishtinës në departamentin civil. Në seancë palët paraqetën dhe kundërshtuan provat. Përfaqësuesi i Gazetës Nacionale, avokati Kujtim Kërveshi, ka kundërshtuar raportin e IT-s të paraqitur nga RTK-ja dhe i përpiluar me ChatGPT. Përfaqësuesja ligjore e RTK-s Arbenit Gashi nga ana tjetër ka paraqitur në seancë dhe ka kundërshtuar disa prova. Raport me provën e parë, që është raporti i IT-s që në dokumentin e bashkëlidhur nga e paditura, që në faqen e parë tek rreshti mbi të cilën e paditura mbështet gjoja se një analist profesionale të IT-s shënon, ju lutem hapni fëzët. E kemi interpretuar me veglën ChatGPT. Se kjo është i quajtura analizë e të paditurës, është interpretim jo i zyrtarëve të IT-s, por informacioneve që ka nisë në një platformë që ka në ChatGPT. Këtë e gjeni edhe në faqen e dytë, ku shënon interpretimi i log file-it vegla 2 ChatGPT. Nëse mund t'i falet besimi një dokumenti të tillë që s'ka fare autenticitet, që nuk dihet se kush e ka përpilu, nuk ka nënshkrim të askuj, nuk ka emër të askuj, dhe madje nuk ka as vull të identitetit për të na treguar se ka boru. Me këtë raport, konsideroj se është i panevojshëm dëgjimi i dëshmitarëve të IT-s, që janë zyrtarët e IT-s, që sipas parashtresës gjenden në pikën 2, sepse këta zyrtarë fillimisht nëse janë autor të këtij raporti, që askund nuk thuhet se janë autor, raporti thekson se backupi është i realizuar nga UBT, nga e cila e paditura RTK merr shërbime lidhur me hostingun e webfaqes. Në lidhje me parashtresën për dorëzimin e provave, ne kemi dorëzuar 24 prova materiale, me të cilat mbështesim padin, e të cilat që të gjitha bashkaresht, në thelb kanë të bëjnë me trajtimin e çështjes së shpifjes nga e paditura, informacione këto zyrtare dhe të nxjerra në një numër të madh të mediave. 2 nga këto prova propozoj gjykatës që duke qenë se ato zyrtarisht janë tek e paditura për shkak të autenticitetit të tyre, në pikën 7 dhe 8, të sigurohet nga e paditura procedurali i mbledhjes së bordit RTK-s, datës 23/7/2024. Këtë procedurali ne kemi bashkëlidhur në parashtresë, mirë po me që i njëjti është nxjerrë nga media dhe duke qenë se e paditura këtë dokument e ka, parashtrojmë kërkesë që përmes gjykatës e njëjta sigurohet. Dorsa raport me pikën 8 të provave, ku kemi bashkëlidhur publikimin e zotrit Jeton Musleu, kemi nevojë që nga e paditura përmes gjykatës të sigurohet komunikimi me email në mes të zotrit Jeton Musleu të datës 23 korrik me zona Spahiu dhe të tjerë, dhe që ky komunikim të na ofrohet i pandërhyrë dhe i plot. Mbetemi pranë kundërshtimit të dhënë në seancën e kaluar, për më tepër kundërshtojmë edhe ekspertizën financiare dhe detyrat e propozuara për ekspertët, pasi përmes tyre paditësja synon të provoj elementet themelore të kërkesëpadisë, përkatësisht ekzistimin e dëmit, lartësinë e tij dhe lidhjen shkaksore me publikimin e pretenduar. Kundërshtojmë relevancën e këtyre provave, pasi ato përbën artikuj medial të publikuar nga vetë paditësja, apo edhe media të tjera, reagimet të politikanëve, organizatave, gazetarëve, persona publik dhe publikimin e rrjetit sociale. Këto prova nuk provojnë asnjë prej elementeve të përgjegjësisë civile për shpifje. Gjykata e dëshmitarëve të propozuar nga paditura, me këtë agendim refuzohet propozimi për dëgjimin e dëshmitarëve Artan Beka, Arben Nushi dhe Erman Cervadiku, lidhur me propozimin për marrjen e proces verbalit të bordit të RTK-s të datës 23/07/2024 dhe komunikimin elektronik të datës 23/07/2024 ndërmjet Jeton Musleu në zona Spahiu, në bazë të nenit 332 të LPK-s, gjykata merr atendim obligohet e paditura RTK që na fat prej 7 ditësh
Kujtëzoj gjykatës dhe një kopje të komunikimit elektronik jetën Musliu dhe Zana Smaliu.